Në kuadër të ditës ndërkombëtare të gjuhës së rome, Bashkia Pogradec në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Sociale organizuan një aktivitet sensibilizuese kulturor me pjesëmarrjen e nxënësve rom nga shkollat e qytetit. Qëllimi i aktivitetit ishte promovimi i ruajtjes së vlerave të gjuhës, kulturës dhe identitetit rom, si pjesë e rëndësishme e mozaikut shoqëror në Pogradec dhe gjithë vendin. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të institucioneve vendore, mësues, prindër e fëmijë, të cilët sollën përmes recitimeve, këngëve dhe tregimeve elementet e traditës së historisë rome. Përfaqësues shërbimit social theksuan rëndësinë e përfshirjes sociale e kulturore të komunitetit rom, duke theksuar se gjuha është ure që lidh brez pas brezi dhe forcon identitetin komunitar. Vlerat dhe komuniteti rom në Pogradec apo dhe në Shqipëri kanë vlera si nga ana e pjesës të kulturës, pjesës të muzikës, por dhe punës së tyre të palodhur. Jemi gjithmonë që ky komunitet të jetë sa më pranë shkollës, sa më pranë dijes. Në emër të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, ju uroj të gëzuar ditën botërore të gjuhës rome. Kjo është një ditë e veçantë në të cilën ne vlerësojmë dhe respektojmë gjuhën, traditat dhe trashëgiminë e pasur të komunitetit rom. Gjuha rome është simboli i identitetit, i historisë, i shpirtit të gjallë të këtij komuniteti. Ne si institucion vendor, si Drejtoria e Shërbimeve Sociale, jemi të përkushtuar në nxitjen e bashkëjetesës, në forcimin e traditave, në forcimin e barazisë të gjithë qytetarëve, pavarësisht gjuhës dhe përkatësisë. Kjo ditë është një mundësi për të nderuar identitetin, historinë dhe trashëgiminë gjuhësore të komunitetit rom, si dhe për të reflektuar mbi rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të diversitetit kulturor dhe gjuhësor në shoqërinë tonë. Bashkia Pogradec, përmes Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, sektorit përfshirje sociale, barazisë gjinore dhe mbrojtjes së fëmijëve, mbështet me përkushtim nismat që nxisin përfshirjen, respektin dhe barazinë midis komuniteteve, duke i dhënë zë dhe vlerë çdo kulture që e pasuron mozaikun tonë shoqëror. Aktiviteti u shoqërua me momente artistike e diskutime të hapura, ku fëmijët ndanë mendimet e tyre për rëndësinë e gjuhës amtare dhe për mënyra se si ajo duhet të ruhet në familje dhe në shkollë. Ngjarja u zhvillua në një atmosferë miqësore dhe simbolizoi respektin dhe diversitetin kulturor e gjuhësor, duke kthyer ditën ndërkombëtare të gjuhës rome në një festë të vlerave të përbashkëta e bashkëjetesës.